Allahun e madhëruar e falenderojmë, paqja mirësi bekimet e Allahut qofshin mbi dërguarin e tij Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, me shokët e tij dhe me gjithë besimtarët që ndjekin pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Ajo që do ndajmë shkurtimisht sot inshallah Zotit është diçka që është kaputur nga historia e pejgamberit alayhis salam. S'ka dyshim që një prej thesareve ku ja vlen të meditosh, të hulumtosh dhe përpiqesh që të nxjerrësh dobi dhe përfitime, qoftë në aspektin personal, qoftë dhe për ndërtimin e familjes, për ndërtimin e shoqërisë, për ndërtimin e ummetit, s'ka dyshim se është historia e dërguar të Zotit arsuar. Dhe ne kemi thënë shpesh herë që ai i cili nuk e njeh historinë e Muhamedit alayhis salam ose historinë e Islamit, po themi, nuk e ka lexuar, nuk e ka dëgjuar, nuk e ka studiuar, nuk ka se si ta kuptojë Islamin. Dhe nuk ka, edhe është më se normale që të jetë konfuz, jo i qartë, jo i kthjellët, në përballimin e situatave të caktuara. Ne çdo gjë, por e them në mënyrë pra shumë i bindur, pa përjashtim, çdo gjë, çdo situatë që përballemi, çdo sprovë, çdo vështirësi, çdo rrethan, ne kemi zgjidhjen dhe kemi orientimin pikërisht tek historia e dërguar të Allahut të lartësuar. Sepse prej plotësimit të fesë dhe prej përsosjes së fesë nuk është vetëm Kur'ani famëlar, pra zbritja e Kur'anit famëlar, por është dhe aspekti praktik. Është jeta e dërguar të Zotit, është mënyra se si ka menaxhuar situata të caktuara Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët. Brenda 23 viteve, çfarë ndodh sot? Përsëritet historia. Përsëriten ngjarjet, përsëriten rrethanat, por me aktorë të ndryshëm. Merë lexoj historinë e pejgamberit sa që nga dita e parë deri në ditën e fundit dhe shiko çfarë ka ndodhur këto 1450 vite, po themi pas dërguar të Zotit. Çfarë ka ndodhur? Të njëjtat, pikërisht të njëjtat ngjarje, por me ndoshta në formë ndryshe apo me aktorë të tjerë. Ajo gjë që mua ajo që kam lexuar dhe që më ka bërë përshtypje nga historia e dërguar të Zotit lartësuar është një analizë që ka bërë dikush dhe ka thënë janë 4 hapa, të cilat ne i gjejmë pikërisht tek jeta e dërguar të Allahut të lartësuar ose tek historia profetike, me anë të cilës kuptojmë se si formohet një bashkësi, një shoqëri dhe se si ruhet ajo solide. Dhe ky është mesazhi që do marrim sot inshallah. Se si formohet një bashkësi, një shoqëri, dhe se si ruhet ajo solide. Janë të shumtë elementët, mirë po 4 fragmente i ka përzgjedhur dhe Allahu e di më së miri i ja ka qelluar. Fragmenti i parë është hapi i parë që ndërmori i dërguar i Zotit lartësuar pasi shkoi në Medinë. Nuk e filloi nga diçka tjetër, por direkt pas ndërtimit të xhamisë, e filloi nga bashkimi i zemrave, nga uniteti, nga vllazëria. Dhe kishin 1001 probleme muslimanët në Medinë në atë periudhë, në atë moment. Kishin probleme në aspektin social, në aspektin ekonomik, ishte më së emergjente formimi i ushtrisë, sepse e dinte shumë mirë pejgamberi alayhis salam se sa i madh ishte rreziku. Mirë, nga e filloi dërguari i Zotit. E filloi pikërisht nga zemrat, në atë bashkësi, në atë ummet, në atë familje, në atë fis, në atë shoqëri, që nuk janë zemrat një, të unifikuara, të bashkuara, të vllazëruara, madje çfarë bëri, nuk u tha thjesht, nuk u mjaftua thjesht duke ju thënë ju jeni vëllezër, pse se jeni musliman, adhuroni një Zot, keni një fe dhe keni një profet. Jo, kaloi në një aspekt akoma më praktik. Ti Abdurrahman je vëlla me Sadin apo me filanin. Çdo thot, dhe ju e dini shumë mirë që në hapat e parë me vllazëri kishin për qëllim deri tek trashëgimia, do trashëgonin njëri tjetrin. Pastaj normalisht që këto u shfuqizuan. Pra vëlla. Këtë mesazh e kuptuan më së miri sahabët në përgjithësi, në veçanti ata të cilët barra ishte më e madhe mbi supet e tyre. Në këto momente kush e kishin barrën më të madhe mbi supet e tyre? Kush? Medinasit, ensarët, sepse ata ishin të zotë e vendit, dhe ata tani në këto momente do ndani çfarë posedonin.
Pra ishin të parë që duhet të manifestonin, të demonstronin vllazërinë në të gjitha kuptimet e saj. Aja donën, patjetër Allahu i lavdëron dhe thot: "Walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilayh." Ata të cilët përpara atyre e përgatitën shtëpinë me besim, shtëpinë dhe besimin, përgatitën Medinën, hapën dyert e shtëpive të tyre, por përpara se të hapin dyert e shtëpive të tyre, ata hapën zemrat. Si pejgamber Allahu i lartësuar përmend dy elemente të tyre. Cili është i pari? Yuhibbuna man hajara ilayh. I duan fort ata të cilët emigruan tek ta. I duan ata që emigruan. Pra në një farë mënyrë çfarë bën? Ata i vendosën u angushtuan akoma më shumë aspektin ekonomik. Medina si ishin të varfër, ishin ngushtë në aspektin ekonomik, erdhën dhe muhaxhirët u shtua akoma më shumë vështirësia dhe sprovat e sikletit. Dhe ata i duan. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, asnjë siklet absolutisht nuk përjetuan nga muhaxhirët. O ju thjeruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Madje u japin atyre akoma më shumë prioritet dhe përparësi, edhe pse për veten e tyre janë nevojtar. Dy element përmend Allahu i lartësuar kryesor. Zemra e pastër, e cila është e mbushur me dashuri për vëllezërit e tyre, dhe tjetër dhe sakrificë. Sepse zemra e pastër e mbushur me dashuri nuk mjafton nëse nuk ka në të praktikisht sakrificë. Por çfarë? U japin përparësi vëllezërve të tyre, edhe pse për veten e tyre janë nevojtar. Dhe direkt praktikisht e vepruan që të gjithë ensarët e gjithë. Dhe ju e dini rastin e vllajt të Abdurrahman ibn Aufit, se si i tha: "Kjo është pasuria ime, gjysma do ta mbaj, gjysma është për ti." I ka bërë risk Zoti 2 gra, zgjidh e merr, sepse atëherë nuk kishin zbritur orientimet, udhëzimet e hijabit dhe të zgjidh, shikoj cilat të pëlqejnë prej tyre të dyjave, unë e divorcoj direkt dhe pastaj bëhet e jotja. Jo, Allahu ta shpëbleft, më trego ku është tregu. Dakord? Më trego se ku është tregu, tha Abdurrahman. Pra nuk abuzuan me zemrat e tyre, nuk abuzuan me vllazërinë, nuk abuzuan absolutisht. Ky është elementi i parë në formimin e një shoqërie dhe pastaj në ruajtjen e saj të tillë solide. Hapi i parë në rrënimin e një bashkësie, në rrënimin e një shoqërie, në rrënimin e një uniteti, apo të një ummeti, është pikërisht sënimi i kësaj gjë. I unitetit, i vllazërisë, i zemrave, ku nuk shikon që s'ka dashuri, ku s'ka sakrificë, këto elemente të cilat me të vërtet i lavdëroj Allahu i lartësuar. Kjo është e parë. Elementi i dytë që ndikon në formimin dhe në ruajtjen e një shoqërie është i lidhur me një fragment nga historia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga betejë e Hendekut. Çfarë elementi përzgjedhim ne nga betejë e Hendekut? Dy gjëra shumë të rëndësishme. Menaxhimi i frikës dhe optimizmi në rrethana shumë të vështira. Menaxhimi i frikës. Pra, çdo thot menaxhimi i frikës, çfarë tha pejgamberi alayhis salam sahabëve Medina, pra, umetit çfarë i tha pas betejës së Hendekut? Mbaroi periudha atyre. Tani është momenti ynë. Tani ne do t'i ndjekim ata. S'kan shans që më ata të na ndjekin. Pse? Sepse kjo bashkësi arriti të menaxhonte frikën, atë frikë që Allahu i lartësuar e përshkruan dhe thot: "Idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa." Ju i dëshmonin se si ju vinin nga pjesa e sipërme, nga pjesa e poshtme, pra e rrethuan komplet Medinën, armiku i brendshëm kishte rolin e tij, dakord? Munafikët, hipokritët, çifutët kishin rolin e tyre aktiv, jo thjesht pasiv, aktiv. Dhe çfarë? Dhe shikoni se si e përshkruan Allahu i lartësuar. Pra, sahabët çfarë bën në këtë moment? Me në krye pejgamberit sa menaxhuan frikën, e kaluan e mposhtën atë frikë që u depërtoi ku? Në palc. Që do thotë një bashkësi nëse nuk ka menaxhuar frikë, nëse nuk ka menaxhuar atë frikë që shkon në palc, që ja ngushton fytyn, që do thotë nuk është kalitur, nuk është sprovuar. Çfarë thotë? Idh zaghatil absar, aty u shtan në syt, u balaghatil qulubul hanajir, u erdhi zemra në fyt, bllokoi frymarrjen. Wa tadhunnuna billahi dhununa.
dhe kishte prej jush, prej njerëzve, të cilët filluan dhe mendonin keq për Zotin e gjithësisë. Mendonin keq për Zotin e gjithësisë. Këtu përfshihen hipokritët, të cilët e shfrytzuan këtë moment dhe për të dobësuar akoma më shumë moralisht dhe psikologjikisht musliman, duke ju thënë, ky profeti juaj sallallahu alaihi wasallam ju premton çuditëra, më thonë, ndërkohë dikush për ju sot nuk është i qetë dhe i sigurt të shkojë dhe të kryejë nevojën e tij personale. Dakor? Wa tadhununa billahi dhununa. Hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Ky është momenti që u sprovuan besimtarët. Dhe u tronditën, thot Allahu, me një tronditje shumë të fortë. Mirë po e menaxhuan, e kaluan këtë sprovë. Dakor? Frika, të shkoj frika në palc, në zemër, të bllokoj fytin frymarrjen. Pas këtij momenti, pasi e menaxhuan çfarë thot pejgamberi sa, s'keni më për të përjetuar momente të tilla. Ne do t'i ndjekim tani këta. Kaluat këtë sprovë. Kaluan këtë betejë. Dakor? Prandaj besimtari nuk mund të formohet qoftë në aspektin individual, qoftë pastaj duke patur një rol akoma më shumë aktiv, krye familjar, udhëheqës, prijës, apo pjesëtari në një shoqërie, një bashkësie, apo lider, nëse nuk menaxhon dot frikën. Në momentet e caktuara ne nuk përballojmë dot dhe nuk menaxhojmë dot frikën dhe panikun e kujt të fukarallëkut. Një sprovë për shkakun që mund të ketë dikush, mund të kemi në momentet e caktuara panik, ngushtim në risk, në ekonomi. Çfarë? Atëherë kalohet kjo. Ama është një test dhe është një mësim jashtëzakonisht i mirë. E treta, shumë e rëndësishme, menaxhimi i problemeve të brendshme dhe sidomos i thashëthemeve, i intrigave të cilat janë çarje në shoqëri dhe në bashkësi. Ku i referohemi kësaj pike? Çfarë menaxhoi Bashkësia Islame në Medinë? Çfarë menaxhoi? Shpifjen prej Aishës. Prandaj dhe thonë komentuesit e Kuranit famëlar, dhe thonë historianët islam, thonë, kjo ishte sprovë më e madhe se sa sprova e betejave. Pra të dilje triumfator, të fitoje këtë sprovë, ifkun, shpifjen që ju bë familjes pejgamberit sa. Dhe nuk u morën thjesht në Aishën, u morën me kë? Me dërguarin e Allahut të lartësuar. U morën me dy kolosat. U morën me pejgamberin sa, u donin të rrënonin të dërguarin e Allahut, të rrënonin tek baban e Aishës, që ishte shtylla kryesore e ummetit. Ebu Bekri radiallahu anhu. Si e menaxhuan? Me maturi, me durim. Dakor? E vështirë, u tretën, patjetër, e përjetuan keq, patjetër. Mirë po si e menaxhuan? Me maturi, me durim, me pastërti, me dëlirësi dhe me mendim të mirë tek Allahu i lartësuar dhe me vigjilencë absolute. Me vigjilencë, pra u dha një mësim të mirë Allahu i lartësuar, që edhe brenda një bashkësie të shëndosh, nuk është çudi që të futen të depërtojnë individ të cilët ajo si thua misioni i tyre është vetë ta shkatërrojnë këtë bashkësi dhe këtë mirësi. Dakor? Prandaj cili ishte parimi që vendosi Allahu i lartësuar? Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayra. Pse kur e dëgjuat të shpifje, nuk menduat si për veten tuaj. Leni ata në këtu nuk po diskutojmë rolin e hipokritëve dhe rolin e dashakeqëve. Dihet pozicioni i tyre. Ndaj atyre duhet vigjilencë. Mi po ju, pse duhet ju të binit në këtë gabim? Pse nuk menduat? Dhe ky është standardi dhe kriteri që vendosin Allahu i lartësuar aty ku janë thashëthemet, aty ku janë intrigat, aty ku sulmohet i pari, aty ku sulmohet vëllaja, aty ku sulmohet nderi i kujt, i muslimanit, i muslimanës, dhe në farë mënyrë çfarë është nëpërmjet thashëthemeve, intrigave për të rrënuar bashkësia dhe shoqëria. Atëherë mendo si për veten tënde. Prandaj çfarë i tha Ebu Ejubi bashortës? Çfarë i tha? Kur i tha bashortja, i tha, ke dëgjuar ti se çfarë po flitet për Aishën? I tha, dhe çfarë po flitet për Aishën? Ajo që po flitet për Aishën ti e veproje? Jo, i thotë, unë nuk e veproja mazallah, si të veproja unë diçka të tillë. Thotë, atëherë ajo është më e mirë se ti. Se ka vepruar. Shumë e thjeshtë, është një formulë shumë e thjeshtë. Duke menduar se vëllai tim është më i mirë se unë se veproja. Atëherë ai është më i mirë se ti. Ai është më i mirë se unë, atëherë se ka vepruar. Po jo, po prit pak se ti s'di disa gjëra, po shumë intereson mua, unë duhet jemi qetë.
dilte pejgamberi Alisan përpara besimtarëve dhe u thoshte, dëgjoni, më lini të jetoj i qetë dhe të kaloj ditën i qetë me zemër të pastër në raport me vëllezërit e mi. Pra mos e janë këtu tek unë të arkivoni, të depozitoni, të derdhni thashëthemet tuaja, intrigat, ku di unë, llafet. Lini të jetoj me një zemër të pastër dhe me një mendje të qetë. Duke menduar se gjithë ata që unë jetoj me ta, vëllezërit, besimtarët, janë më të mirë se unë. Dakord? Janë më të mirë se unë. Përderisa janë më të mirë se unë, atë nuk e kanë vepruar diçka. E vendosi Allahu lartësuar si kriter dhe si standard. Dhe katërta dhe e fundit që do sjellim është mos lidhja e suksesit e arritjeve me individin. Mirë po lidhja e zemrës me kë? Me Allahun e lartësuar. Individi është i rëndësishëm, është shumë i rëndësishëm për të bërë reformë, për të ndryshuar situatën, për të ruajtur harmoninë, ekuilibrat, për të marrë ummetin dhe për ta çuar përpara, është i rëndësishëm. Roli i pejgamberit alayhisalam është mund të dalë dikush dhe ta vendosë në diskutim? S'ka shans. Dakor? Roli në momente të caktuara i Khalid ibn Walidit për shembull, ose i sahabëve të caktuar në fusha të caktuara, ose i dietarëve të caktuar të cilët pejgamberi alayhisalam ka thënë kur jetë çdo shekulli, Allahu lasuar dërgon dikë që i bën tashdid fes, e ripërtërin fen. Ose roli i hoxhallarëve të caktuar, roli i kontribuesve të caktuar, bujarëve të caktuar që kanë marrë si thua përdore, ose i thirrsave të caktuar, kanë marrë përdore fen e Allahut të lasuar. Patjetër që është shumë i rëndësishëm. Mirë po, çfarë? Suksesi dhe arritjes dhe kjo fe është më e madhe se sa të kufizohet tek roli dhe tek kontributi i kujt i një individi të caktuar. E njëjta gjë, roli i prindit për shembull, është pa diskutueshëm në një familje, i burrit, i bashortit për shembull. Pa diskutueshëm. Po mi po nëse vdes. Dhe risku lidhet me të, mbaroi çështja e risku. Mbaroi kjo familje, nuk do furnizohet. Dakor, do humbet? Jo. Sepse ka një Zot. Dakor? Patjetër. Krijohet një boshllok. Mirë po, suksesi dhe ky është mësimi i katërt, suksesi nuk lidhet me individin. Tek cili është fragmenti që ne shkëputim këtë? Kur ndrojet pejgamberi alayhisalam, trondit Medina, tronditën sahabët, u gjunjëzuan në farë mënyre, tronditja e tij saqë ne e dimë dhe kemi përmendur të shpesh herë, se si edhe Umeri radiallahu anhu nuk e menaxhoi dot situatën, si thua, në mënyrën më të mirë të mundshme. Dakor? Pse? Sepse tronditja ishte jashtëzakonisht e madhe. Bën risk Allahu lartësuar madhështinë e Abu Bekrit, i bën minber dhe thot, çfarë? Ne nuk kemi adhuruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne po kemi adhuruar Allahun. Kush ka adhuruar Muhamedit të qaj aty? Mbaroi misionin e tij. Dakor? Ama ne kemi adhuruar Allahun. Allahu është i gjallë dhe nuk vdes. Kur që do thot, suksesi nuk lidhet me individin. Roli i individit është i rëndësishëm, jashtëzakonisht i rëndësishëm, mirë po, absolutisht nuk lidhet në mënyrë të padiskutueshme me individin. Këto ishin 4 mësime, të cilat ja transmetoi këtij ummeti historia e pejgamberit alayhisalam. I pari cili ishte? Çdo gjë fillon nga zemrat, nga uniteti dhe nga vllazëria. E dyta, menaxhimi i frikës dhe prapja e optimizmit. Këtu unë e kurseva dhe nuk thash diçka harrova me të drejtën. Prapja e optimizmit, ku e përhapi optimizmin pejgamberit? Pikërisht në momentin ku ishte frika kishte shkuar në palc, përhapi optimizmin pejgamberit. Ma thoni fragmentin. Në momentin kur u hapnin hendekun dhe ngecën ku ngecën sahabët, tek një shkëmb aty, tek një gur. Dakor? Shkuan te pejgamberi. Imagjino se si ishin. Frika, uria. Dakor? Diskutoi ekzistenca e tyre. Pejgamberi sa thot bismillah, Allahu akbar. Tani jam duke I shkoj pallatet e kuqet të Shamit, pastaj të Persisë, pastaj të Yemenit. Çdo thot këtu nuk diskutohet këta. Ne nuk diskutojmë triumfin dhe fitoren me këta që na kanë rrethuar dhe dakor, në frika. Këtu diskutohet ky Islam do shkojë aty ku ka premtuar Allahu I lartësuar. Prandaj në momentet më kulminante ku diskutohet ndoshta ekzistenca, ku diskutohet ndoshta risku, kafshata, ku diskutohet ndoshta çështje për dikë, për njerëzit e mëdhenj, çfarë? Të diskutohet
Këtu është momenti për optimizëm maksimal. Pse kjo gjë? Sepse ne adhurojmë një Zot i cili mjafton të thotë për diçka bëhet dhe ajo gjë bëhet. Menaxhimi i frikës dhe optimizmi. E treta cila ishte? Menaxhimi i problemeve të brendshme, thashëthemeve, intrigave, çarjeve të cilat rrëzojnë minimumi humbasi e ritmin bashkësisë dhe shoqërisë. E kjo, këto katërta cila ishte? Suksesi nuk lidhet me individi, është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe besimtarët duhet të punojnë dhe ummeti dhe bashkësia dhe muslimanët duhet të punojnë fort për të ndërtuar individ të suksesshëm dhe një shoqëri e suksesshme nuk është gjë tjetër vese një situash një grumbull individësh të suksesshëm. Një numër individësh të suksesshëm dhe të shëndetshëm, do të punojë jashtëzakonisht fuqishëm, mirë në fund fare zemra lidhet dhe suksesi lidhet me Allahun lartësuar. Dhe që në momenti që Allahu lartësuar thotë dhe profeti e mbaroi misionin dhe nuk është më i padiskutueshëm, jo më individ të tjerë. Në këto të katërta mund t'i marrim dhe t'i aplikojmë dhe në aktualitetin tonë, mund t'i aplikosh në çdo lloj krize, në çdo lloj problematike, mund t'i aplikosh në familje, mund t'i aplikosh në farefis, mund t'i aplikosh në xhami, mund t'i aplikosh në rreze më të gjerë në umet. Mjaftohem me kaq. Subhanallahu bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.